përshtypjen që ne kemi rënë në një kurth të madh të regjisorit edhe atë çka ata donin na ofronin. Domethënë ne po ta vije re, ata që e kanë krijuar këtë serial thonin që ne donim që prindrit i vinim në pozitën po sikur atyre t'ju kishte ndodhur kjo. Dhe më duket një hile e madhe në kuptimin që po, ajo e arriti. Domethënë, unë para se të shikoj një serial, shikoj trailin. Domethënë, shikoj një hyrje, ajo është e vlefshme për ato gjërat që kam unë interes. Dhe për ishte vërtet është kur prash trailin, më duk shumë i mërzitshëm, më duk një gjë banale. Mirë po, me ftesën e bashkëshortes time, duhet parë se është bërë viral, e kam parë gjithë që po bëhet nami, pash një dy njoftime në për BBC, thash po për çfarë po ndodh. Burin arrit ata ula. Edhe hajde ula. Aty kur ula, aty e kuptova që po përjetoja gjithë sikletin po sikur të kisha qenë edhe unë. Megjithëse gjatë gjithë kohës, filmi nuk ishte në parametrat që unë do doja. Ajo duke që ishte një film me buxhet të ulët. Okej, dialogu ishte intensiv, drama ishte e qëllimshme tillë. Nuk po e kritikoj në kuptimin, po them që nuk ishte në atë çka unë do doja të isha përballë një filmi. Dhe dilema më e madhe që unë mendoj që nëse duhet të bësh një mision në shoqëri ishte që ne po flasim të gjithë tani sepse ne pam një film të pambaruar. Pra ne po diskutojmë për përfundimin. Ka përshtypjen se disa mesazhe në të cilat ne do gjendemi domosdoshmërisht në most, ky fundi fatal, larg qoftë, po do kesh problemin e bullizmit në online, do kesh problemin e seksualitetit që e shfaqin që në moshë hershme dhe ca e pranojnë, ca nuk e pranojnë, duhet të jesh kështu e duhet të jesh që do ta diskutojmë pas pak. Do kesh probleme me mësuesin. Aty kisha të bëje me një ngjarje kriminale. Dhe filmi fillonte duke shpërthyer dy policët kapur djalin dhe ti mendoja, ore unë jam në shtëpi tani ata po flen mua, po flinte çuni, tash po hy policia po merr. Domethënë ti e përjetoje sepse drama ishte e madhe dhe ngjarja ishte shumë e madhe. Mirë, po ne tani gjithë nisim premisën që ai është fajtor. Po sikur le të themi filmi vazhdonte dhe nuk ishte ai fajtor. Domethënë gjitha këto diskutimet bien pastaj. Po nuk bien ose jo nuk bien. Jo, e kam fjalën. Bien për ta konsideruar atë kriminal pas sjelljes që ai bënte gjatë ditës, nëse nuk do kishte bërë krim, nuk do ishin sjelljet që të çojnë te krimi. Po pra. Nuk do, ne po bëjmë ngjarjen, ne po e bëjmë ngjarjen tani që sjelljet e vogla po e prezumojmë që kanë marrë te krimi. Tani sjellje të tilla në shoqërinë shqiptare, kam ndenjë rrum deri në 12 luaja kur isha deri në 1 deri në 2 e gdhia duke luajtur kompjuter. Më kupton? Dakord, luaje. Kaq bënte babai im që unë mendoj që është i mrekullueshëm. Po nuk ishte pre i një komuniteti online. Nuk po normalisht ndoshta të kanë shenjestruar. Tani komuniteti është më agresiv dhe sjellja është e njëjtë, po mjetet ndryshojnë. Kur kemi qenë ne adoleshent, kanë qenë gjëra të tjera, por kanë qenë në të njëjtat doza agresiviteti dhe mbajtje. Po dhe në Tiranë ndodhi 15 vjeçari që u godit me thik. Është e njëjta. Tani shigetohet shumë herë më kollaj, është shumë e lehtë, je tërkohën, është presion që jetë gjatë gjithë kohës i filmuar. Ne paktën freskohesh. Ngjashmëria në shembullin që e dhash për atë në Tiranë është fakti që lindi nga online, pra që është pak a shumë me njëjta gjë, vetëm që nuk ka elementin e misogjenisë në mes, domethënë. Po, ajo që bëjmë ne është që këtu kemi një ngjarje kriminale dhe për shkak se e ka lënë në mes, duket si këto ngjarjet e Spakut që ne bëhemi tër prokuror dhe tër avokat. Më kupton? Po, ishte qëllimi i serialit. Sepse kemi dëshirën për të futur thellë. Absolutisht që nuk është se ne duam të mbetemi thellë tek filmi në kuptimin të zbulojmë ne çfarë do ndodh me personazhet ose çfarë do ndodhte. Ai si film ka prekur disa tematika që në fund të ditës ti i gjen pjesë të jetës tënde, domosdoshmërisht dhe ti thua prit një sekond, po reflektoj pak më mirë. Vërtet duhet jem kaq e vëmendshme tek koha e lirë e fëmijës tim, ose ta diun se çfarë thuhet online, ose vërtet adoleshentët janë bërë të tillë që nuk din nga ta godasin tjetrin. Kjo, domethënë, unë doja ta kapja në dy skema. Një që ishte pse u ftuam ne në këtë debat, dhe unë mendoj që kjo është analiza. Tani a është problematike adoleshenca? Sigurisht që një mikesha ime thotë ty të sëmuret çuni se e ketë vogël dhe ti e di që do t'japësh paracetamol, kur të marroj paracetamoli dhe si ulet temperatura do ta çosh në spital, po unë që e kam adoleshent, çfarë spitali ta çoj? Sepse problemet janë më të mëdha. Dhe në këtë kuptim, sigurisht që të gjitha debatet janë të nevojshme dhe të rëndësishme për t'u bërë. Ajo që unë mendoj, edhe në paralele me serialin, është që institucionet arsimore ose shtetërore, gjëja për tej familjes,
është shpesher me rëndësishme se çfarë do të brenda familjes. Dhe fëmijën, ajo familje që punonte, e kishte 2 orë mbas dite, 3 orë mbas dite, ose kur kishte nevojë për gjumë. Në këtë kuptim, ne pam që institucionet të cilat janë arsimore dhe janë të degraduara, që janë edhe në vendet të zhvilluara që ne mendojmë që është një realitet tjetër. Imagjinoni se sa me amplifikuar vjen në institucionet tona shtetërore, është që institucionet jashtë familjes duhet të luajnë një rol jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm, sepse ne nuk mundet ta zhndërrojmë prindërimin në shkencëtar. Pra, unë fillova të kuptoja se ç'ishte prindërimi ditën që u bëra prind. Po institucionet që ndërton vendi, i ndërton me një bagazh dhe me një elitë të madhe njerëzish që janë të specializuar të kujdesen për fëmijët. Në këtë kuptim, çdo çedim i tyre humb. Sepse një gjë që të paktën mendoj unë që duhet diskutuar dhe që jepet në serial është që mbase edhe tek ne, po sidomos në Angli në një vend të përparuar, shumë të drejta për fëmijët. Në kuptimin jo të drejta se ata patjetër që i meritojnë, por në çdo gjë ti ke të drejtë të mos flasësh, ke të drejtë të mos japësh një përgjigje, ke të drejtë të ikësh të largohesh, dhe në këtë lloj forme fëmijët mu duken në një ose adoleshentët sikur kishin super fuqi mbi të rritur dhe nuk më interesonte nëse aty ishte një mësues, nëse aty ishte një prind që ishte dhe komesar me grada dhe fëmijën e atij në sy të vet e abullizuan 15 vjeçar. Dhe kjo mendoj që akoma nuk ka ardhur këtu tek ne një mbrojtje shumë e madhe nga ana e të gjithë institucioneve për fëmijët. Pra nëse këtu nëse të vërtet prindi, nëse të vërtet shkolla, okay, mund të bëhet. Ke policë që si dhe Ka në të paktën në shkollat që kam patur unë, kjo lloj frymë është. Frymë mentaliteti europian, i cili thotë që ti ke drejt, nuk e ka bërë këtë detyrë për arsye se kështu e ka ndjerë. Ta justifikon dhe të argumenton shkakun e mosbërjes së një detyre. Por jam dakord me atë që sado familja të përpiqet të japi maksimumin e vet, sepse 3 orë pothuajse secilit nga ne na gjendet për kohë reale për të qëndruar në shtëpi. Nëse jemi dakord, për të qëndruar tamam me fëmijën plasë, se ti mund të shkosh në shtëpi të mbërësh me detyra të tjera, të merresh me punë shtëpie. Dhe koha nuk është aq e mjaftueshme. Sot ai do shoqërohet apo dhe do shoqërohet tek pjesa virtuale që ka ushqimin e vet të përditshëm. Gjatë gjithë kohës. Ky është problemi që ti nuk e kupton. Çfarë arrin ai të komunikojë? Unë rastësisht në një nga këto ndeshjet europianit kam parë që ai po e shikonin bashkë dhe ai lexonte gjithë komentet e njerëzve. Thash, çfarë të intereson ty të lexosh gjithë komentet e njerëzve? Më thënë, "Shargjim kohë e kot." Mua më duket një budalli të lexoj. Shikoj lajmin e po. Interesi i tij ishte sepse jo po i këndeshja jo lojtari, jo, domethënë janë ca gjëra që ne o duhet të fillosh të merresh dhe të rish tërditën me të, që as kjo nuk është e pamundur. Dhe ndryshojnë shumë. Do më falni vetëm një minutë, ju kërkoj ndjes, më duhet vetëm një minutë publicitet se kemi kaluar shumë kohën, pas pak.